Mjeku çudit botën. Soda e bukës trajton këto 3 probleme. Janë moshat që duhet ta përdorin urgjent. Soda e bukës është besuar se mund të bëjë një zgjidhje mjaft të mirë për kujdesin e lëkurës dhe të flokut. Mund ta përdorni atë për të hequr rrafët e zinj poshtë syve. Receta është shumë e thjeshtë. Ju nevojitet vetëm një lugë çaji sodë buke dhe një filxhan çaji me ujë të ngrohtë. Përzierni këto dy elementë së bashku dhe me anë të një pambuku e vendosni përzierjen nën sy. E lini maskën për të veprojë për të paktën 15 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të vakët dhe vendosni një krem hidratues. Kjo maskë këshillohet të përdoret të paktën një herë në javë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Për të luftuar aknen dhe puçrat, si dhe për të parandaluar irritimet e lëkurës pas një trajtimi, soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si pastrues për fytyrën dhe për trupin, për të larguar kështu toksinat nga lëkura. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant. Shumica e deodoranteve përmbajnë sodë buke. Përzierni 1/8 e lugës së çajit sodë buke me 1/4 e lugës së çajit ujë. Aplikoni pastën në lëkurë dhe i thoni lamtomir djersitjes për shkak të problemeve të erës së keqe. Për të larë flokët pa shampo, përzierni 1/4 e lugës me sodë buke dhe 3/4 me ujë. Aplikoni masën e krijuar nga rrënja deri te maja dhe e lini të veprojë për 3 minuta. Më pas e lani kokën me ujë të ngrohtë. Maska e përgatitur do të rigjenerojë flokët, i jep shkëlqim dhe parandalon formimin e zbokthit. Për të zbardhur pjesën e poshtme të krave dhe për të zbutur lëkurën te gjunjët dhe bryllat, merrni një lugë gjelle sodë buke dhe e përzierni me një gotë qumësht. E aplikoni përzierje në zonat e errta dhe masazhoni me lëvizje rrethore. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë derisa të arrini rezultatet të dëshiruara në këto trajtime. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë e cila mund t'jap edhe shumë përfitime për organizmin tuaj. Ajo është e mirë edhe kundër shqetësimeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në një gotë me ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjet e urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. Gjithashtu ajo është e mirë kundër inflamacioneve. Inflamacionet e kyçeve shkaktohen nga dhimbjet. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në urinë, në gjak dhe në inde. Gjithashtu, soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Përdorimi i sodës së bukës në këto alternativa sigurisht që do t'jap rezultate pozitive. Një produkt që rrallë mungon në shtëpiat tona është soda e bukës. Kostot e vogla dhe lehtësisht e disponueshme në supermarket është e dobishme në situata të ndryshme dhe sikur kjo të mos ishte mjaftueshme, është e mirë edhe për shëndetin. Në fakt është mjaftueshme për të pirë një gotë në ditë natyrshëm të holluar në një gotë me ujë natyral për të marrë përfitime të jashtëzakonshme. Para se gjithash është e nevojshme të mbani në mend se soda e bukës merret në doza të vogla dhe para se ta bëni është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj. Veçanërisht nëse vuani nga sëmundje të caktuara siç janë për shembull tensioni i lartë i gjakut ose arsye pse kjo ndjek një dietë të varfër në natrium, në raste të cilave soda e bukës duhet të shmanget. Thënë kjo, jastësi një gjysmë lugë çaji sodë buke e holluar në një gotë me ujë natyral dhe në temperaturë të dhomës mund të merret çdo ditë dhe të bëjë ndryshime në trupin tonë. Soda e bukës rregullon pH-in në trup dhe redukton nivelet e aciditetit. Ajo ndihmon në tretje, sidomos kur kombinohet me lëng limoni ose xhenxhefil për të marrë mjaftueshëm pas një vakti të rënd. Vepron si një antiacid duke përkeqësuar djegjen në stomak dhe në urdhë. Zvogëlon çdo infeksion të traktit urinar duke dezinfektuar atë. Mbron gjithashtu kolesterolin e keq dhe gjithashtu ndihmon për zbutjen e mishrave nga inflamacioni. Redukton edhe entjet gjithashtu. Për më tepër studimet të fundit kanë treguar se një dozë minimale e marrë çdo ditë nuk i bën probleme organizmit tuaj, por nëse konsumohet në doza të larta nuk këshillohet për të marrë vetëm përfitimet që do të keni nga konsumi i uthullës së mollës, gjithashtu edhe përdorimi i sodës së bukës.
Për shumë prenerësh, soda e bukës është thjesht një përbërës që i shtohet ëmbëlsirave dhe disa gatimeve të tjera. Ndoshta disa të tjera e përdorin edhe për pastrim, por ka edhe femra që njohin fuqinë e këtij pluri magjik në fushën e bukurisë. Maska me përbërës, sodën e bukës bëjnë lëkurën më të bukur dhe me shkëlqim flokun, por ajo që nuk e dini është se soda e bukës vjen me shumë përfitime të tjera shëndetësore. Pirja e tretur në një gotë me ujë mund të parandalojë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh, citon Healthy Side. Soda e bukës është substancë alkaline që ndihmon në funksionet metabolike, përmban gjithashtu fosfat dhe element të natriumit të cilët ndihmojnë në lehtësimin e urthit. Kur acidi në stomak ngjitet deri në ezofag, shkakton gjithashtu djegje në stomak. Kjo gjendje mund të krijojë edhe shumë probleme, por mund të lehtësohet me pirjen e ujit me sodë buke. Neutralizon edhe pH-in në organizëm. Konsumi një gjysmë lugë sodë buke të përzierë në një gotë me ujë do të rivendosë ekuilibrat e pH-it në trupin tuaj. Për shkak se pH-i mbi 7, soda e bukës është një përbërës magjik që ndihmon kështu metabolizmin të funksionojë akoma dhe më mirë. Ajo lehtëson edhe problemet që mund të shfaqen edhe në veshka. Konsumi i rregullt i uthullës së mollës edhe sodës së bukës mund të shpërbëjë kristalet në veshkat tuaja dhe të mbajë larg komplikacionet e tyre dhe mbi të gjitha të përmirësojë më lehtër shëndetin tuaj në tërësi. Soda e bukës do të përmirësojë performancën tuaj fizike. Soda e bukës është alkaline, që do të thotë se ul nivelet tuaja acidike, sidomos acidit laktik, i cili kontrakton muskujt tuaj. Soda e bukës është një mënyrë efikase për të parandaluar grumbullimet e acideve. Një nga trajtimet më të mira për infeksionet dhe problemet urinare është përfshirja e sodës së bukës në dietën tuaj. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse përjetoni ndjesi djegje ose probleme të tilla kur urinoni. Kështu do të merrni lehtësimet e tyre në dobi të shëndetit dhe do të parandaloni edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Përdorimet të tilla do të japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme të dini se soda e bukës është një produkt shumë i mirë edhe në pjesën e jashtme të lëkurës, ndaj aplikimet e saj në mënyrë të rregullt do të bëjnë edhe një sër ndryshimesh pozitive për ju. Nëse keni kërkuar për mjekime natyrale ose keni kërkuar këshilla nga gjyshet tuaja, me siguri do jeni ndeshur me përdorime të shumta që soda e bukës bartë. Në këtë video do të rendisim disa nga përdorimet më fantastike të sodës së bukës, të cilat do të bëjnë ndryshime në jetën tuaj. Antiacid për djegjet e stomakut. Pasi keni ngrënë shumë shpejt ose diçka djegse ose gjëra që kanë shumë acide, stomaku juaj mund të reagojë shumë në këtë mënyra dhe mund të sjellë gjithashtu edhe komplikacione. Një lugë çaji sodë buke në 250 ml ujë do ju ndihmojë në lehtësimin e aciditeteve të ndryshme të stomakut. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për të bërë një banjo relaksuese. Ju kemi thënë shumë herë deri më tani, dhe ju mund ta përdorni atë edhe për të përthithur vlerat më të mira të organizmit. Një banjo me sodë buke do ju ndihmojë në alkalizimin dhe detoksifikimin e lëkurës suaj, por gjithashtu edhe për pjesë të ndryshme të trupit që nuk u kushtoni fare vëmendje. Mund të hidhni 5 lugë sodë buke brenda vaskës tuaj dhe të shijoni edhe një banjo detoksifikuese. Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret për pastrimin e frutave dhe të perimeve. Edhe pse kemi folur jo pak për benefitet dhe përdorimet e perimeve, por ato duhet të pastrohen si fillim. Dhe përdorimi i sodës së bukës në këto raste do të japë rezultate fantastike kundër largimit të papastërtive dhe sjelljen e rezultateve të duhura edhe në përmirësimin e higjienës suaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Para se ta përdorni sodën e bukës për trajtime të ndryshme, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.